thonë se shumica dërmuese e pjesëtarëve të minoriteteve që përfaqësojnë ju përgjigjen pozitivisht thirrjes sot dhe nuk morën pjesë në sensusin e paraqit e borxhit në injurim. Legislacionin në lidhje me sensusin ishte një qëllim të vetëm, legitimitetin e kërkues statistikore të pjesëtarëve të minoriteteve etnike, pasojë e politikave diskriminuese të regjimit totalitar. Nga ana tjetër, edhe implementimi praktik i tij u shoqërua me fenomene masive të mungesës së plotë të transparencës, të abuzimit dhe manipulimit. Ky regjistrim, siç e theksuam që paranisës së tij, ishte nga çdo kundërshtim vetëm një dështim. Fakt ky që e bën edhe më të largët ëndrrën europiane të qytetarëve shqiptarë. Përfitojmë nga rasti, t'i kërkojmë qeverisë të vendosin dhe institucionalizojmë menjëherë një dialog të sinqertë me përfaqësuesit e minoriteteve, i cili të ketë si qëllim ridimensionimin si të legjislacionit ashtu edhe të respektimit praktik të drejtave të pjesëtarëve të minoriteteve etnike, mbështetur në frymën dhe gërmën e konventave përkatëse dhe të praktikave europiane, drejtimit në të cilat duhet të punojë vendyri në kuadër të procesit të integrimit janë të shumta, garantimi të drejtave të pjesëtarëve të minoriteteve etnike qëndron në themel të tyre, përfaqësuesit e minoriteteve. Ju falenderoj. Është arsye që e cilësoni dështim, do të keni dyshime për besueshmërinë e censusit, për tjetërsinë e të dhënave, cila është arsyeja? Shikoni, ne nuk diskutojmë besueshmërinë e sensusit. Ne konstatojmë ato çka kishim deklaruar para fillimit, që i kërkuam distancimin të gjithë komunitetit të minoriteteve dhe komuniteteve tona për defektet si nga ana ligjore edhe nga mënyra e praktikës se si ishte ndërtuar ky sensus, ne e deklaruam si të padrejtë dhe që nuk do ta mbështesim të sensus. Cilat janë ato arsye? Besoj se arsyet ishin të shumta sikur se dolën edhe në shtyp, në shumë kanale televizive, në shumë media, dolën problemet që shumë persona shkonin me fletore, shkonin të paprigatitur, shkonin dhe orientonin sensusin, u konstatuan prishje të komisioneve vendore që ishte detyrë për përcaktimin e regjistrimit dhe ndërhyrjen e autoriteteve më të larta dhe një sër probleme të tjera të cilat janë konstatuar nga ana jonë para nisjes së sensusit. Pra ne sot publikojmë që ato çka kishim deklaruar u vërtetuan më së miri gjatë këtij procesi. Mund të jetë një propozim për ripërsëritje të procesit, meqense janë disa përveç jush janë disa. Po besoj se diku nga fundi e cilësojmë që duhet fillojë një dialogim për këto probleme me qeverinë shqiptare. Ju falenderoj. Video. Më da me mbaj fotokopinë që ne. Ja, një sekund.